e pleqërisë, shumicën e kohës po i kalon në vendin ku lindi, u rrit dhe punoi për shumë vite me radhë. 85 vjeçari Ajvaz Abazi e sheh Prapashticën si destinacionin e tij të preferuar. Ditët e kaluara aty përjetohen ndryshe dhe vitet e pleqërisë i duken më të lehta në vendlindje. Abazi ka lënë pas një bagazh të pasur përvoje, si në fushën e arsimit, ashtu edhe në kontributin e dhënë për fshatin e tij. Ai thot se jeta i ka sjellë shumë të mira, ndërsa në krye të tyre rendit familjen. E për ata që nuk e dinë, zoti Ajvaz është babai i këngëtarit të njohur Naim Abazi. Unë quhem Ajvaz Abazi, baba im Ali Abazi. Jam lindë dhe jam rrit në fshatin Prapashtic. Kom punu një kohë të gjatë dikon 33 vjetë mësues në këto treva, në këto fshatra. Dhe kam 3 djem, kam 3 reja, kam 3 stërnipa, kam nipa. Kështu që kam të kryer shkollën e lartë pedagogjike dhe kam punuar 27 vjetë në arsim. Tani jam në pension, si pensionist, prapë nuk rri kotas, angazhona pak a shumë, angazhona në shkruan nga pak, me paraqit në letër gjendjen e kësaj treve. Një kohë të gjatë jam angazhuar me ba një monografi të fshatit Prapashtic me disa koautor, gjithësisht ishë nxënës të mi. Ma vonë edhe një gjenealogji të familjes Govori, një rrëfim dhe dëshmi të kohës, ku përshkruhet kryesisht për një masakër makabre që ka ndodhur në vitin e largët 1921, që quhet masakra e Prapashticës dhe Keqekullës, për të cilën në bashkëpunim edhe me komunën, në përkrahje të shumë aty në vullnet mirëve, e kemi ngrit një monument përkujtimor në Prapashticë për atë masakër e cila ka ndodhur në Llap dhe Gollak në janarin e vitit 1921, ku ajo masakër ka djegë, preje, vrarë, përshkatue, pa marrë parasysh gjinin apo moshën, nga fetusi deri te plaku ose plaka 95-6 vjeçare, 2000 shqiptar të pafajshëm. Abazi tregon se pas luftës së dytë botërore, analfabetizmi në viset tona ka arritur nivelet shumë të larta dhe nevoja për arsim ishte jashtëzakonisht e madhe. Duke folur për rrugtimin e tij, ai kujton se për shkak të kushteve të vështira ekonomike, lapsin dhe fletorin i ndante në 2 pjesë me motrën e tij, vetëm që të mund të shkolloheshin. Po me thënë të drejtën, me njëherë mas luftës dytë botërore, analfabetizmi ka qenë në kolum, thot dikon përmbi në 95% e popullatës kanë qenë analfabet. Fatmirësisht u hapen shkollat me angazhimin e njerëzve të kohës, të cilët kanë dhënë atë kontribut për atë kohë, në ato kushte, në ato masa, po prapë se prapë kanë dhënë ndihmë dhe në hap shkolla në për gjitha këto fshatra. Diku ma herët, diku ma vonë, por dikon nga viti shkollor 1946-47 kanë vazhdimisht në hap shkolla në këtë teren. Me vështirësi të mëdha kemi arrit ato që kemi mujtë më arrit, po kryesorja ka qenë që kemi mësua alfabetin e gjuhës shqipe, që ka qenë kulminante për ne të gjithë. Atë botë kanë filluar dhe janë angazhuar dhe shumë të ri edhe të reja që të japin maksimumin që të zhvillohet kryesisht alfabeti i gjuhës shqipe, që janë bërë edhe shumë aksione për zhdukjen e analfabetizmit, duke organizuar lloj kursesh edhe në paroda, në shtëpia, përveç në shkollat e rregullta që u zhvillua mësimi i rregullt. Kemi pas vështirësi të mëdha, na kanë munguar mjetet mësimore, ka munguar mos flasëm për mjetet konkretizimi apo diçka tjetër, por mjetet themelore na kanë munguar fletoria, lapsi, libri. Për shembull, unë personalisht me motrën time me shkonim në shkollë, një laps e ndanim për gjysmë,
për ton vitin, një fletore e preni me bresk për gjysht edhe përdorëm qatë fletore ton vitin. Kështu që ato vështirësi të mëdha mos u kthefshin kur te populata jonë, kanë qenë shumë të vështira, por megjithatë është arrit shumë, jo pak, por shumë, sepse kemi kërcyer, si thuhet, prej minus 10 e kemi dalë në plus 10. Kështu që prej plus 10-it, atëherë kanë vazhduar gjeneratat tjera, dhash Zoti shkojmë me plus 100 dhe matutje. Por, cili ishte vullneti që i shtyu të arsimueshin, pavarësisht kushteve tepër të rënda ekonomike? Ekziston një vullnet i madh për zhvillimin e arsimimit, gjithsesi edukimit dhe arsimimit, sepse atë botë kanë qenë 2 komponente kryesore që ka filluar, edukimi dhe arsimimi. Prandaj ka qenë një vullnet shumë i madh. Vullnet i madh kemi marrë dhe nga mësuesit të cilët na mësonin neve, ata punonin si thuhet natë e ditë. Edhe nesër të ri, shpesh herë ty shiqu ata, i thëshëm veti, ato do të bëhem edhe unë mësues, se s'pas ka ma mirë se më bë mësues. Edhe është e vërtet që profesioni mësuesit është i shenjtë. Nga mësuesit dalin të gjitha profilet, edhe mjeku, edhe inxhinier, edhe ekonomisti, edhe piloti, edhe automobilisti, edhe gjithë, edhe bujku, gjithë dalin prej mësuesit, gjithësisht prej shkolle, prej mësimi. Klasë, gjithësisht dhe një klasën e 5, unë personalisht kam mësuar në shkollën fillore në Përpashtic. Shkolla u pavarësua dhe u harmonizua me paralelet tjera të fshatrave dhe kaloj meseli në Këqekull. Këtu vazhduam edhe klasë të tjera, klasën e 6 e 7, ndërsa në vitin shkollor 1954, kishte ardhur një urdhënes nga satrapi, ose si ta quaj, Rankoviqi, i cili kishte qenë atë botë kryetari i komisionit për plan komitetit qendror, kryetari i komisionit për arsim, shkencë dhe kulturë. Dhe ai dërgon një urdhënes prapa grillave që ta quaj, ose prapa shpine, posaçërisht në Kosovë, që ai i cili e kryen klasën e 4 në gjuhën amtare, mundën me vazhduan nga klasa e 5 të tutje vetëm në gjuhën serbo-kroate. Dhe fatkeqësisht, sekretar krajinor i arsimit kishte qenë një Jagosh Gjillasi, i cili me dashuri tepër të madhe e përqafon atë shkresë dhe dërgon të gjitha komunave që klasët e larta, të fillore si në qujtë atëherë, të mbyllen, të vazhdojnë vetëm deri në klasën e 4, ata që donë me vazhduar, le të vazhdojnë në gjuhën serbo-kroate. Në shumë komuna merret vendim dhe mbyllen, por në disa komuna hezitojnë me mbyll, presin çka do të bëhet, derisa ka intervenuar Indiri Fadil Hoxha, që ka shkuar direkt te Titoja dhe është ankuar se ka ndodhur kjo, dhe ai aty për aty e ka ftuar atë satrapin, atë kriminalin, dhe ka urdhëruar që ta abrogoj atë vendim. Abazi kishte qenë mësimdhënës për 47 vite me radhë. Ai tregon se profesionin e mësuesit e kishte nisur menjëherë pasi kishte përfunduar shkollën fillore. Ne që e patëm kry klasën e 7 këto, atëherë mbetëm s'dishëm ku me vazhdu dhe kam vazhdu në Llokar, shkollën Ganimetit Tërbeshi, për cilën e falenderoj për jetës drejtorin Ali Krasniqi që më ka pranuar me vonesë, por e kam kryu atje klasën e 8 dhe deshta më regjistru në normale, se zakonisht ishte dëshira që të bëhem mësues. Por fatkeqësisht, unë s'mund të mshef, muzika më rëzoj dhe nuk mujta me dhënë pravimin normale, u ktheva në shtëpi. Por në ndërkohë ishte nevoja, ishte kërkesa, edhe pata fatin më pranuan për mësues i pa kualifikuar, domethënë me shkollë fillore. Dhe pikërisht me 11 shtator 1959
jam pranue dhe kam fillu punën me 13 shtator 1959 në paralelin në ndarë fizike në Nishevc. E kur u pranova dhe për mësus, ishte knasësia me madhe në jetën e time deri atëhershme. Dhe fillova në çato kushte të vështira, pa kur farë kushtesh, detyroheshem me i ullë nxënësit në të drasa, që të shem do shkëmbi ose do të bloka për me i to drasat për me i ullë nxënësit. Kam punu me klasë të kombinora, me klasën e parë dhe klasën e tretë atë vit, vështirësi të mëdhaja, por në jetën e jetës e falenderoj edhe nuk e harroj këshilltari i parë që më ka arë në mësim, ka qenë profesor doktor Sabit Uka, më ka hospituar 3 orë, edhe në fund më ka dhënë udhëzimet si organizohet ora mësimore, si punohet e tjera, për cilën i falenderojmë që tani e kom kryer normalen, 5 vite i kom kryer shkollën e lartë, dhe gjithë kur kom marrë orë praktike me udhëzimet e tij e kom organizuar edhe kur nuk kom dështuar. Për gati 5 dekada i shërbeu si mësues. Sot kujton kohën kur në shkolla mungonin edhe bankat e karriget. Andaj, mësimi zhvilloi me mjete të improvizuara. Nga një herë mendoj, thëm, a thuti kishëm pas qëto kushte, a kishëm rri ma shumë. Megjithse nuk tham veç për veti, po tham, ajo gjenerata, ata punëtor, kanë dhënë shumë nga vetja. Në ato kushte shumë të vështira, por besoni që gjatë natës janë bërë nxënës e gjatë ditës mësues. Dhe kanë dhënë gjithat mësimat në ori që kanë pas e kanë shpenzuar maksimalisht, sepse e di që të gjithë, nuk po them ne një, po të gjithë e kanë marrë me përkushtim punën në arsim. E para, kam qenë fillimisht si djalë dëshiri. Prandaj më kanë përkrahë, më kanë dashur, më kanë respektuar, më kanë tërë familja. Ma vonë, u realizua dëshira ime e ka mëtshme. Unë punën në arsim që e kam bë, po ju betohem që nuk e kam bë veç për tarma, për rrugë ma shkurt, por e kam bë me dëshirë, e kam dasht. Nëse më besoni në paralelin e ndarë fizike në prapashtit, se kam pas thore, regulluë, kriju, kopshte, shkollore, gjithë ato, edhe të diljave shkojsha me shiqua pak mos për ndodhi qka. Ma vonë, u martova, pata fëmijë, më linden djemt një pas një, fillimisht na jem abazi, djalim i madhi. Unë me se e njefni ju ma mirë, një artist, një mjek, një djali mirë, një sjellshëm, mas të ija besimi, po ashtu, lërzimi e kështu me radhë. Përveç asajna, po ju thamë, unë kam punu në fshatin Prapashtic, dhe jam kyqin dhe gjitha aksionet, në gjitha veprimtarit e fshatit, por e kam pas një respekt nga të gjithë, një respekt kulminant. Pra mua më ka ajo, dëshira e flakt për punë, vullneti, dashuria, gjitha ato, edhe sot jam ku jam për momentin të falenderu edhe Zotin, po edhe rrethonat edhe kushtet të cilat i kam pas deri tash. Duke qenë babai i këngëtarit Naim Abazi, ai tregon se si ka qenë djali i tij si fëmijë. Me thonë drejtën, ndoshta po hi pak Naimi, që është 2 vjeqar, babai im e ka marrë nodë që theshin të nëherë. Kështu që ai u rrit shumë ma shumë me babën tim. Baba im ka qenë një autodidakt, por ka ditë me shkru dhe me lexu në 2 gjuhët. Ka lexu shumë, ndoshta një kohë ka lexu dhe ma shumë se une. Unë kam qenë parapagus i
gazetës Rilindja, edhe gjithmonë, ndoshta unë si ma shpejt e lexojsha, ai e lexoj këtërin në fund. Ka qenë, jo që ka qenë babi im, po ka qenë një veprimtar i dalluar i asaj kohe, për mos me hinë në historikun e tij nëse është e lartë, por po thonë që në ushtrinë shqiptare, në vitet 22-24 ka qenë kapter i ushtrisë shqiptare, e ma vonë ka kryer shumë detyra shoqërore, politike, pune, mirë po ka qenë një dashamirës i flakt i arsimit. Te ai ka qenë numër 1 arsimi. Ai ka dashur arsimin me shpirt. Kështu që Naimi pranë tina është rrit. Naimi si nxënës ka qenë, jo që është djali im, po ka qenë i dalluar, edhe në mësim, edhe në sjellje, edhe në aktivitete shkollore dhe gjitha ato. Qysh si nxënës ka fillu me këndu ka pak, megjithëse nga familja ime s'ka pas këngëtar, kur s'ka pas, por ai filloi edhe kam rri deri ku kam rri tash, unë s'moj shumë e fort se s'po m'bjen me livduna. Meqense është shumë i lidhur me fshatin e tij, Prapashticën, ai ka disa fjalë edhe për vendlindje. Kjo pjesë përbahet prej disa fshatrave që quhen Gollak. Këto fshatra kanë një të kalume të të vështirë, por një të kalume që mund të quaj edhe historike edhe kombëtare. Sepse këto fshatra qëndrojnë edhe afër kufirit me armikun tonë shekullor, Serbin, edhe gjithmonë sa herë na kanë dashur me sulmu ka Kosova, pa kalune për këto fshatra nuk ka mujt me kalu. Pra, në për këto fshatra janë zhvilluar fillimisht lutat e para serbo-shqiptare në vitin e largët 1912, pikërisht me 8 tetor 1912, është zhvilluar luta e parë serbo-shqiptare. Në atë botë kur është tërhiq Perëndoria Osmane nga këto vise. Nga bankat e improvizuara të shkollës e deri te vitet e qeta të pleqërisë në Prapashticë. Rrugtimi i Ajvaz Abazit është dëshmi se dijes dhe përkushtimit nuk u humbet kurrë vlera. Me një jetë të ndërtuar mbi arsimin, familjen dhe dashurinë për vendlindjen, ai mbetet një shembull frymëzimi se gjurmët më të mëdha lihen pas përmes punës dhe njerëzve që edukojmë.